Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radiovatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radiovatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte bashkë me mua në studio për të zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit është hoxha i nderuar Shpend Efendi Zeneli, me të cilën do të bashkëbisedojmë rreth pejgamberit Harunit alayhis salam. I nderuar hoxh, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën sot. Allah i shpërblet. Hoxh i nderuar, kush ishte Haruni alayhis salam dhe cili ishte misioni apo detyra e tij si pejgamber? Fillimisht e falenderojmë Allahun, pastaj salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij dhe atyre që ndjekin rrugën dhe sunetin e këtij pejgamberi deri te ditën e fundit. Kur e përmendim se emër Haruni alayhis salam, çdo herë na kujton ajetet të cilat flasin dhe i gjejmë në shoqërinë e Musait alayhis salam. Dhe aty na jep një përshtypje se ky me Musain ka një lidhje. Andaj e gjejmë në për ajetet e surës Araf, në për ajetet e surës Al-Qasas, në ajetet e surës Taha dhe ajetet tjera. Dhe padyshim që disa prej emrave janë të regjistruar në Kur'anin familjar. Prej tyre pejgamberët e Zotit, prej tyre që edhe nuk kanë qenë pejgamberët e Allahut xhelal. Kështu Allahu përmend ndonjëherë emra, ndonjëherë nuk përmend emra, ndonjëherë përmend pejgamber me emrat e tyre, ka edhe shumë pejgamber që nuk ne ka përmend fare Allahu xhelal për urtësinë dhe arsyeën që e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Sa i takon Harunit, është interesant se si pejgamber e Zotit e kemi një përshkrim kogja të shkurtër në Kur'an familjar. Nuk është as shumë i përmendur sikur që përmenden pejgamber të tjerë. Padyshim se kjo vjen në shesh me kuptues se edhe pejgamberët e tjerë dallojnë me anën e përgjithësive, me profesionet e tyre, me angazhimet e tyre, me vahin e tyre, njëri prej tjetrit. E Harun alayhis salam në fakt ishte vallahu më i madh i Musait alayhis salam, që e kishte pat fatin të mos vjen vendimi i faraonit në atë kohë, e ti mbyste edhe fëmijët, po erdhi vendimi masi që ky vetë se kishte arritur një moshë. E ai vendim e mori pastaj fatin e Musait që nëna vet pastaj e hodhi në lumë derisa shkoi dhe përfundoi në pallatin e faraonit. Pra ishte vallahi i madh i Musait. Disa prej komentatorëve përmendin se ka qenë mosha e tij diku 3 vite apo më shumë më pak më i madh se Musa alayhis salam. Por që fati i tij ishte të jetë afër familjes. Nuk ishte sikur se Musa alayhis salam që të largohej që në foshnjë prej gjirit familjar, larg nënës vet, larg vllaut vet, larg motës së tij. Haruni sa më kishte atë fatin që ishte afër familjes, po ishte edhe afër popullit. Ishte një njerëz që e kishte pas fatin që jetë afër familjes, por ajo ndarja me Musain u bë e tillë që ishte një ndarje kogja e madhe. Domethënë me vitet e tëra, sa ishte në pallatin e faraonit, Musa nuk kishte mundësi të takojë me vllaun e tij. Pastaj faraoni pati atë sprovën se shkoi për 10 vite tek populli me djenit atje, mungoi edhe më tepër, ishte një shkëputje e madhe në mesin e gjirit familjar. E misioni i tij tash për ta kuptuar se Haruni tashmë po përmendet në Kur'an dhe e kuptojnë përmes ajeteve të Kur'anit se ai ishte një pejgamber i Allahut. Ku Allahu xhallahu ju thot atyre të dyve: idhhaba ila Firaun. Ju dy shkoni tek faraoni. Tregoni atij se ne jemi pejgamber të Zotit. Ndonëherë kur ka citat kështu në formë direkte prej ajeteve të Kuranit, e kuptojmë se ai vetëm se është një njeri që Allahu e ka përzgjedhur me shpallje, por që shpallja e tij e ka një veçori. Misioni i tij e ka një interesant është që e dallon prej shumë pejgamberëve të tjerë. Erdh misioni i tij
si një kërkesë e vetë Musait alayhis salam. Do të thonë, kur Musait erdhi shpallja dhe ishte i vetëdijshëm se me çfarë do ballafaqohet. E njihte faraonin dhe pushtetin e tij. E njihte faraonin dhe fuqinë e tij. Se çka mund bënte, e ndinte vetën se është i dobët. Kur kërkoi përforcim. Përforcim. Edhe i tha Allahu Dhu Xhelal, "Usht bihi Ezri, ma shtof fuqinë time dhe bëre pjesëmarrës ortak timin në këtë misionin tim." Dhe Allah ju përgjigj me rahmetin e tij, ju përgjigj dhe bëri pejgamber Harunin alayhis salam. Nga kjo e vërejmë që misioni pejgamberëve ka qenë mision shumë i madh. Mbi të gjitha mision i vështirë, mision me plot sfida, mision që është ballafaqur në frontin e parë me zullumin më të madh, me tiranin më të madh, me sfidat më të mëdha, edhe e ka ndje vetën subhanallahu, edhe pse ka qenë pejgamberi i Zotit, e ka pas afër vetes një dëshirë për një përkrahje, për një krah të fortë, e që e gjeti te vllau vet. Edhe kjo është modestia e madhe e Musait alayhis salam, që nuk u tregua se un jam mjaftueshëm me veten time. Pejgamberi i Zotit mund t'i lipi Allahut fuqi të ndryshme, mund t'i lipi Allahut mrekulli të ndryshme, po jo. E kërkoi vllaun e tij. Edhe kjo tregon afërsinë e tij me vllaun. Do t'i mbajmë mirë lidhet, se nëse vllau nuk të gjendet për në momentet përse kush do të gjendet tjetër kush. Është ai i cili do të sakrifikon dhe do të jetë afër teje. Por për zgjedhjen e Musait për vllaun e tij, e përmendi një pikë shumë e vlerë. Tha, ai është më gojtar se unë. Se Musai kishte një problem çështë në veçli kur e kishte dëmtuar gjuhën e tij, duke e marr gacën dhe kishte fut në gojë. E tha, vllai im është më gojtar. Do thonë, e pranoi pejgamberi i Zotit, ama shumë modest, shumë zemërgjan. Në njëri të më kon tepër shpirt mirë për marrë në këtë drejtë që e pranon çdo aftësi tjetër, çdo përparësi. A mund themi se kanë pejgamberët e Zotit dallim njëri për tjetër, kanë përparësi? Po, padyshim, Allahu vetë në Kur'an e përmend. Disa prej tyre kemi dalluar nga të tjerë. Megjithatë, prap Musa i tha mbetet ulul azm, prej 5 pejgamberëve të dalluar, por ajo që vjen në konkludim se për një Harun alayhis salam ishte koxha i përshtatshëm të jetë afër Musait alayhis salam dhe e përzgjodhi Musai përmes lutjeve të tij, edhe Allah ju përgjigj dhe u bën një krah i fortë dhe është konsensusi këtë ulemave dhe në librat e tefsirit e gjim që ai ishte pejgamberi Allahu dhe kjo nuk i mohohet as që diskutohet, pasi që ka citate dhe tekste. Qartë Kur'anore. O gjendëruar, me që e përmendet edhe Musain alayhis salam, cilat ishin ata virtyte apo karakteristika që e dallonin Harun alayhis salam nga Musa alayhis salam? Po, tham ajeti kuranor se Allah i ka dallu disa pejgamber për të tjerëve. Ishte interesant se natyrshmëria e Musait ishte pak si mat temperament. Ishte pak më i nevrikosur. Skuqej pak më shpejt. E dim edhe rastin para se më ardh shpallja kur ai shkoi për ta ndihmu atë personin që i lipi ndihmë me një goditje shkaktoi të vdiste tjetri. Në gabim, domethënë ishte një gabim nga ana e tij, për çfarë edhe ai shkoi dhe ikëm tek populli Median dhe qëndroi për 10 vite. E sikur Allahu Dhu Xhelal deshte ta kompletoj misionin e tij, t'ia sjell një njerëz të butë afër tij, të urtë. On ti kim boll i fortë, boll i fuqishëm, boll i ashpër, ama të duhet një i butë që pas e barazohet një. E Haruni kishte këto cilësi. Haruni zaten ishte një njerëz që tepër ishte i butë, edhe në fjalë, por edhe kishte arrit që edhe në popullin e tij ta përfiton një respekt të hatashëm, se domethënë është pak si vështirë ti në popull të deportosh me sjellje dhe me moral, por vetë nuk e vërteton veten tënde me momente shumë të duara, për shembull në momente shumë vendimtare. Dhe ai u tregu popullit dënte shumë. Për shkak se e dishin që është shumë besnik, e dishin që është i sinqert, e dishin që është i drejtë. Përgjithësi njerëzit e duan shokun që s'ka sjellje të mirë, shokun që është i butë, shoku i cili është i durueshëm, duron, domethënë gjatë sfidave kështu më radh. Ose sikur i thot Allahu Muhammed alayhis salam Kur'an, e sikur ti ishe ti i vrasht, me siguri askush nuk do ta afronte. Asnjëherë. Po, interesant. Kjo ishte ajo që dallonte Harun alayhis salam.
urësia e tij. E vërtet. Domethënë ashtu u dallu subhanallahu edhe domethënë u kompletua misioni i tyre i të dyve bashk dhe elhamdulillah domethënë megjithatë edhe pse përmendet që ka qenë i but, ka qenë domethënë besnik, ka qenë shumë i matur në fjalë e kështu me radhë, megjithatë kur i vinte momenti për ta treguar të vërtetën, për të qëndruar stabil, Hoxhë nderuar, nga shumë ngjarje të përmendura në Kur'an, cila ishte ajo ngjarje apo cila ishte më e veçanta si sfidë cila përmendet për Harunin alayhis salam? Haruni çdo herë ishte në shoqërinë e Musait alayhis salam. Edhe kur shonin te faraoni që Allahu i urdhëroi të shkonin të dytë, është shumë lehtë kur të shkosh në shoqëri. Padyshim. Por erdhi një moment kur Musa e tha do të lë ty zëvendës, se zatën kjo ishte edhe pozita e tij. Haruni ishte pejgamberi i Allahut, por megjithatë ishte si zëvendës dhe shoqërues dhe ndihmës i Musait alayhis salam. Shkonte pas Musait. Atë Musait i vinte Tevrati, Musait i vinte shpallja, Musait i vinte ligjet dhe rregullat. E Haruni, do të them, si përgjegjësi kishte ta pason dhe ta ndjek dhe të mundohet pastaj ta përhape atë misionin dhe fenë në cilën ishin të dytë. Edhe momenti kur i tha Musa i tha do të lasi zëvendës në popullin tim sepse do të shkonte ta mirë te Tevrati. Takoj me Allahun dhe xhelal. E ato janë ajetet që neve na shfaqin tash më tepër pozitën dhe personalitetin e Harunit. Tash ai çka do të vepron vet. Dhe janë ajetet e surës Araf ku e vërejmë se me ikjen e Musait alayhis salam u ballafaqon me një sprov shumë të rëndë, që populli ra me një sprov nga një fitne e një personi që quhej Samiri. Për një kohë të shkurtër subhanallahu arriti t'i bind ata se Musa e hupi rrugën, nuk kthehet, nuk i diet puna e tij, shfrytëzoi mungesën e atina dhe e shfrytëzoi edhe personalitetin e butë të Harunit alayhis salam. Dhe i kthei ata prej adhurimit në Zot në adhurimin e Viçit. Një kafshë që e formoi dhe ndreqe dhe e marroi e stolisi me durët e veta. E Haruni sa ju tha mosni, po adhuroni Allahun, mëshiruesin, më ndiqni mua dhe respektoni fjalën time, nuk e ndoqën. Tha jo, na do ta adhurojmë Viçin, e nëse na kthehet Musa, pastaj do ta shohim si çështje. So e lan subhanallah. Edhe si vendimi i tillë u çortua masa edhe nga vet Musa i kur u kthye. U çortua tha pse ti i lave popullin tim, pse nuk ishe më i vrash, pse ti nuk e bëre këtë, nuk e bëre. E tha Haruni alayhis salam tha nuk doja që ti nesër të më thosh se unë i përçava njerëzit. Megjithatë ai nuk la veten, domethënë nuk e lëni hapësirë që ti thuhet se ti nuk e zbatove urdhrin, nuk e çove në amanetin, nuk urdhërove për të mirë, nuk ndalove nga keq. Ai bëri gjithë ato. Bile tregoi qëndrueshmërinë e tij, tregoi që është i durueshëm, pa marrë parasysh. Mbar njerëzit, shumica e tyre shkon në devijim, ai qëndroi, nuk i shkojnë prapë atyre. Po nuk i kishte fuqinë që vepron më tepër se kaq. Edhe u çortua saqë është momenti ku tregon Kurani thotë Musa e kapi për mjekër dhe për kokë Harun alayhis salam. E ky po i thoshte o vllai im, mos u merr për kokë për mjekë se domethënë një respekt dhe një nder shumë të madh, pse ishte me vite më i madh se Musa alayhis salam. Po e dinte se Musa ishte pejgamberi i Allahut që shkoi ta merrte Tevratin. Edhe kur erdhi me atë nevrikosi më të madh, i ran ato pllakat prej dore, se çka po. Pastaj të dy morën dhe e shkatruan atë idhull që e kishin formuar, por u tregu shumë stabil Harun alayhis salam. Ky ishte momenti kur ai u mundua me atë që kishte mundësi ta bënte. Ose cili e bën atë që është në mundësitë e vet. E bëri një veprimtari që e bënte pejgamberi alayhis salam Musa. Dhe u nderua me këtë që e bëri. Dhe më thonë, dhe është kogja e mirë si veprimtari e tij që ta marrim na një shembull se edhe pejgambert Allahut kanë nevojë dikush që ri afër, kanë nevojë ndonjëherë dikush të zëvendëson, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na mëson se dietat janë trashëgimtar të
e pejgamberëve të Zotit. Atëherë, nëse Harun alayhis kishte një pozitë të lartë tek populli i tij dhe ishte për atyre që nuk pretonte, domethënë sakrifikonte gjithçka për ta përhap të mirën, për të urdhëruar në të mirë, për ta bërë misionin e tij. Atëherë edhe na mund ta marrim mësim se do të jemi afër atyre që janë trashëgimtar pejgamberë, që ndihmë spaku me atë që kemi në mundësitë tona. O që nderuar, padyshim se jeta dhe historia gjithë pejgamberëve kanë këshilla dhe mesazhe për neve, mirë po do t'i veçojmë disa mesazhe që do t'i jepni shikuesve dhe dëgjuesve tonë nga historia e këtij pejgamberit të madh. Cilat ishin ato mesazhe që do ta këshillonit audiencën? Na gjatë kësaj që folëm deri tani, nuk dham dhëna shumë historike rreth asaj se data e lindjes, viti i udhëtimit, viti vende kështu më radh, por se ato vetëm se i gjejnë njerëzit edhe janë në për librat e tefsirit, po edhe besoj që i dëgjojnë edhe shpesh në për ligjërata të ndryshme, deshtëm të marrim më shumë mësimin dhe dobin. Zaten ajo është edhe qëllimi pse Allahu Azza wa Jalla sjell këto rrëfime në Kur'anin famëlar. E shohim se si Harun alayhis salam gjitha aftësitë e tij i shfrytëzoi për të shërbyer fesë. Dhe kjo është privilegj. Do thonë është një nder i madh nëse i jepet njeriu mundësia që aftësinë e tij, diturinë e tij, gojtarinë e tij, mundësinë që ai të flet dhe të shprehet bukur dhe të shpjegon mirë, të jetë për atyre që njerëzit që thrasin në rrugën e Allahut dhe me dituri dhe me urtësi, të jetë për atyre që në çfarëdo forme që i ka dhënë Allahu mundësi atij, formë fizike, formë Ti vën shërbim. Nëse mundesh, çfarëdo mundësi, ki ndonjë talent që njëri posedon, vallahi gjen njeriu veten se ka mundësi të shërbej fesë Allahut dhe këtë e bëri Harun alayhis salam. Do thonë e shfrytëzoi aftësinë e tij në shërbim të fesë. Nëse domethënë aftësia ime mund ka ti shërbej fesë, atë nuk duhet neve as të rrim duar kryqur, distancohemi as të shohim vetë se dikush tjetër do na kryej këtë, po jo. Ka pasur raste ku Allah ka thënë 3 pejgamber në një vend. Megjithatë, secili është ndihmu prej njëri. Pejgamberi alayhis salam është dërguar vet, po megjithatë ka pas ashabët e vet. Ose ka pas Abu Bekrin, Omerin, Uthman, Aliun dhe të tjerë që nuk mund të pata. Edhe një rast prej raste kur e dim që Muhamedi alayhis salam e la si zavendës Aliun në Medinë. Aliu donte të shkonte me Muhamedit alayhis salam në atë udhtim. Ishte të takojë me domethënë me perandoritë më dha për të ballafaqur me ta. Tha, ja Rasulullah, ti po më le mu të përkujdesem për gra dhe për fëmijë, dhe se unë e shoh veten atje të jam me ty. Sikur pejgamberi sa dishte që atë çmon pozitën të cilën ja kishte mundsu Allahu dhe që ai të zavendës në një vend ku ka qenë pejgamberi sa përgjes aty ne. E tha, a nuk ke dëshirë që ti t'jesh në pozitën e Harunit me Musa alayhis salam, përveç se pas me s'ka pejgamber. Po, kjo është kur njeriu e sheh se vetën që Aliu i është dhënë një mundësi ta kryejë një shërbim. Shërbimi është të qenë të afër njerëzve, të dobëve, fëmijëve, pleqëve, domethënë që janë të shtyrin mosh, që ka qenë edhe prap edhe ai një misioni e pejgamberëve të Zotit. Domethënë secili e sheh vetën, nëse mund të ndihmon një të varfër, një jetimin, një skamnori, çfarë do formë, tash s'po di edhe nuk mund t'i përmbledhë gjithë ato mënyrat se si mund njeriu të bën një vepër të mirë. Këtë janë prej profesioneve përgjegjësive të pejgamberëve të Zotit. Njëri do të shikon vetë se a është aty është i aftë. Shikoj vetën çfarë pozicioni ke. Është mirë njëri ta llogarit. Secili për ne bën një punë në vete. Dikush është mjek, dikush është inxhinier, dikush domethënë është bukpjeks, dikush është mësimdhënës. Ama më do e mos, secili ka nga një përgjegjësi në karshi fesë. Do të shikon vetë se ku mund të hap atë mundin e tij. Po, kjo është si dobi më e madhe, po padyshim edhe qëndrueshmëria e tij në të vërtetën, po marr parasysh rrethonave, po marr parasysh sfidave, vështirësive, problemeve, besa edhe në shumë të rasteve edhe kërcënimeve, që ballafaqimi me Faraonin nuk ishte ballafaqim i lehtë, ishte jeta vdekje aty. Megjithatë nuk e dobëson kjo njeriu sepse fal durimit në të vërtetën, fal imanit të fortë, fal bindjes të fortë, njeriu arrin pas e gradë të lartë të Allahut dhe përndryshe
nëse nuk ke qëndrueshmëri, nëse njeri nuk i bën ballë sfidave të ndryshme, nëse njeri nuk qëndron, atëherë ku do të mbetet fetaria e tij? Do të marrin valë të ndryshme se çdo herë ka, domethënë valë të ndryshme të degenerimeve, domethënë sidomos kohën e sotit ku më vetë se ka ardhur një hov i madh i të këqijave që po na vërsulen si edhe neve si shoqëri këtu, si shoqëri muslimane, po mbar botën. E njeriu do të tregohet ka gjë stabil. Si tregohet se ja, kemi shembullin Harunit alayhis salam. Pa marrë parasysh, nëse edhe krejt bar njerëzimi dalin dhe devijojnë, adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut dhe xhan, ti që ke kuptuar fenë e Allahut, ti që ke bërë sejdë Allahut, ti që di se kush është Allahu dhe xhan, i di kushtet e imanit, e një fenë, nuk është as pak në rregull që njeriu për një lëkundje, për një erë, për një fortunë, domethënë çkputet krejt nga Islami, po do të qëndrojë apo. Do të shikoj se çka e forcon këtë rrugën e Allahut të xhelal. Do të më shfrytëzoj këto aftësi, mos e më ndjek, domethënë të pavërtetën, mos më ndjek epshet, mos më ndjek ajo që neve na zbukurohet sot, fatkeqësisht përmes thojza e quajnë domethënë liria të shprehjes, emancipimi, zhvillimi, teknologjia, moderniteti, tash këto janë shprehje që pas saj po fshihen diçka tjetër, në fakt nuk janë ato modernitete, po janë më shumë janë degenerime. Edhe nuk duhet njeriu me ndjek ato, po duhet me qëndru, domethënë stabil dhe stoik në fenë Allahut dhe xhan, me qenë i durueshëm. Tash mund me thonë dikush se këto që po përmendën deri tani ka të bëjë për Harunin që ishte pejgamberi i Zotit, nasimi pejgamber të Allahut dhe xhan, po s'është e vërtetë, sepse është vetë ajeti kuranor ku Allahu dhe xhan përmend thotë Allahu do të ndihmon Musa dhe Harunin. Dhe ata që e ndjekën atë dhe do të jenë ata fitimtar. Ose jo vetëm Musa dhe Haruni, por ata besimtarë që i ndjekën do të jenë fitimtar. Kështu që besimtarët do të jenë fitimtar, do të jenë gabimtar, edhe në dunja dhe në ahiret me lenin Allahu xhan, por vetëm për nëse kërkohet pak durim, seriozitet, angazhim, pak punë, pak lipët, po na edhe çat pak inshallah e bëjmë se jemi të dobët. Allah na ruaj. Po gjendëruar, Allah ju shpërbleft për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborimin tepër të qartë dhe të bukur për Harunin alayhis salam. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku misafir kishim hoxhën e nderuar Shpend Efendi Zeneli. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu ua pranoft agjërimin dhe gjitha lutjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.